Nata e Kadrit, më e rëndësishmja dhe më e bekuara e muajit të Ramazanit, ka mbledhur mira besimtar në xhaminë e Namazgjas në Tiranë. Në këtë natë, e cila sipas Kuranit është më e vlefshme se një muaj, muslimanët i drejtohen Zotit me lutje për mëshirë, falje dhe udhëzim. Të rinjët të moshuar, burra e gra, kanë kaluar orë të tëra në përkushtim, duke falur namazin e natës dhe duke bërë dua, me besimin se kjo është nata kur dyert e mëshirës janë të hapura dhe çdo lutje merr përgjigje. Çfarë është nata e Kadrit për ty? Është nata. Jem për ditë në xhami? Të falesh? Si ndjen veten kur vjen në xhami? Cili është mesazhi yt për bashkëfushatarët e tu? Duhet të besojnë në Zot. Besimtarët shprehen se kjo është një natë që vjen një herë në vit, një mundësi për të kërkuar falje dhe për të reflektuar mbi jetën. Kadri është një ndër natët më të shënuara të muajit Ramazanit. Është nata që është e barabartë me 1001 ditë të tjera të vitit. Kjo natë do të jetë nata më e dedikuar, duke u lutur, duke u falur për qenë sa më afër krijuesit ton Allahut. Çfarë do t'i thoni dikujt që nuk e ka përjetuar këtë natë ose nuk i di vlerat e natës së Kadrit? Cili është mesazhi juaj? Unë them që çdo njeri që është i krijuar nga dikush. Pra ai dikush është vetëm Zoti, se qenie tjetër që na ka krijuar nuk ka. Prandaj çdo njeri që e mendon se si është krijuar, pra ti bëj një pyetje vetes, nga ka marrë, kush më ka krijuar mua, do të besoj që ajo është i vetëm dhe është një që është krijuesi, që është Allahu. Kjo natë është e lidhur edhe me vepra bamirësie. Shumë besimtar kanë kontribuar për të ndihmuar familjet në nevojë, ndërsa jashtë xhamisë janë shpërndar ushqime për ata që kanë më pak mundësi. Çfarë është nata e Kadrit dhe si e përjetojnë besimtarët musliman këtë natë shenjtë? Bismillahirrahmanirrahim. Nata e Kadrit për besimtarët musliman është diçka më të vërtetë e veçantë. Është një moment shumë i veçantë i cili e gëzon shumë besimtarët. I jep atit të mira pafund, pra siç thot Zoti në Kur'an, që ajo natë është më e mirë se 1000 muaj adhurim. Është më e mirë se sikur një person, një besimtar të rri 84 vjet duke adhuruar Zotin, kjo natë është më e vlefshme se 84 vite adhurim. Pra është natë e madhe, të cilën besimtarët prandaj rendin që ta kërkojnë. Prandaj afrohen që të marrin shpërblimin e saj. Me të vërtetë kjo natë është e veçantë për besimtarët muslimanë. Çfarë duhet bëjmë ndryshe në këtë natë? Nga netët e tjera? Patjetër që ajo çka duhet bëj besimtari është që të afrohet sa më shumë me Zotin, ta ndjej madhështinë e Zotit të tij, ti lutet, ti përgjirohet atij për gjithçka ka nevojë, për mirësitë e kësaj bote, për mirësitë e botës tjetër dhe që ta ruajë Zoti nga çdo e keqje. Kjo është esenca e gjithë natës Kadrit. Ndërsa nata shkon drejt agimit, qindra njerëz qëndrojnë ende në xhami, duke dëgjuar ligjëratat e hoxhallarëve dhe duke përsëritur lutjet e fundit për shëndet, lumturi dhe paqe. Çfarë është nata e Kadrit për ty? Është finishi. Domethënë është me të vërtetë është diku nga 10 ditë që i fundit, po është finishi. Për atë domethënë për atë angazhohemi gjithë muajin. Është shumë emocionuese, është shumë e bukur kur e mendon që do arrish edhe është shumë trishtuese domethënë nëse mendon se ka kaluar dhe ti s'e ke arritur dot.
është maja çdo gjë. Cili është mesazhi juaj për atë njerëz që ju dëgjon dhe ju shikon në momente që ju jeni në xhami? Kemi kohë 3 ditë për natën e Kadrit. Mos t'i humbim shpresat, ato të cilët nuk e kanë filluar agjërimin, le ta fillojnë. Ato të cilët nuk e kanë kap ose janë hutu, le mos humbim shpresat dhe sinqerisht domethënë nuk ka datë fikse dhe për këtë na man gjithkohës karikum dhe kemi emocion. Çfarë është nata e Kadrit për ju? Për mua është një natë e rëndësishme për gjithë botën, për gjithë muslimanët që agjërojnë, edhe Zoti është problem në dunjë tjetër, ku shkojnë në dunjë tjetër për të gjithë. Që ne kena bërë sakrificën për Zotin, që kena marrë një muaj Ramazan. Nota 4 është më e rëndësishme për gjithë botën. Ato që se marrin dot një muaj, do ta marrin pak nota 4 të detyrueshme, sepse ku shkosh në dunjë tjetër bësh i thu Zotit që kanë bërë sevap, po marrë pak, nuk ka marrë një muaj, ka marrë not 4, një natë. A kuptoj, dhe kjo është problemi i Zotit, se Zoti na ulli me këtë dunjë, po ju që keni bërë për Zotin, dhe Zoti thotë, unë kam dhënë gjithë mirat, pasuri, ushqim, gjithë mirat, gjitha, dhe ju që keni bërë për mua kur dyni në dunjë tjetër, pra ne është nota 4, është nata më e shenjtë për gjithë muslimanët në gjithë botën, kudo që ndodhen muslimanët në gjithë globin. Kjo është natë më e rëndësishme për gjithë. Do të bëhet sevap ka jetimët, do të bëhet sevap ka njerëzit e mirë, do të ndihmohet fukarajt, do të ndihmohet allaxhiu, do të ndihmohen gjithë njerëzit që janë në nevojë, që kanë halla. Do të bëhet shumë sevape që po çesh në dunjë ta shu Zoti ta hap derën e parasës, ta hap. Nata e Kadrit shënon ditët e fundit të Ramazanit dhe i paraprim festës së Fitr Bajramit, një ditë gëzimi dhe bashkimi familjar ku besimtarët festojnë me falje, vizita dhe solidaritet ndaj më të varfërve.